Diaspora nuk është një element dytësor, ajo është pjesë organike e rezultatit tonë politik. Gati 200.000 votat vlefshën diasporë dhe 61.1% e votë për PS-n tregojnë se shqiptarët jashtë vendit e ka lexuar Partinë Socialiste si forcën më të qëndrueshme dhe më përfaqësuese për të ardhmen e vendit. Fitoria në diasporë është i treguar i jashtëzakonshëm dhe i rëndësisë madhe organizative të strukturës sonë. Padyshim, lidhja e strukturës sonë lokale me familjarët tanë, me mbështetësit tanë diasporë, solli atë punë të madhe në regjistrimin dhe më pastaj në votën majoritare të diasporës për Partinë Socialiste. Mesazhi politik që na vjen nga kjo analizë. Nëse e përmbledhim të gjithë të analizë me një fjalë të vetme, mund të themi fort se Partia Socialiste ka fituar qartë, ka fituar gjerësisht dhe ka fituar në bazë reale territoriale. Por kjo fitore na detyron të mendojmë edhe më thellë dhe të punojmë edhe më shumë. Ky është rezultati politikave tona qeverisë dhe drejtimit të votit nga Edi Rama. Por nga pikpamja organizative, padyshim është e lidhur edhe me 3 produkte të elementeve tonë strukturore. Për thama jonë e qëndrueshme elektorale, zgjerimi e përgjithësisë ndaj opozitës dhe pesha e fortë e diasporës. Organizimi paszgjedhor është padyshim pjesë e punës së asamblesë sonë. Dhe pikërisht, sepse kjo fitore na jep këtë përgjegjësi të madhe, hapi radhës për Partinë Socialiste është ta kthejë suksesin elektoral në forcë më të madhe organizative, në përputhje me statutin tonë të partisë. Pas zgjedhjeve parlamentare, vjen dhe momenti i zgjedhjeve në strukturat tona të vendore të partisë, me fokus të qartë te konsolidimi i organizatës sonë socialiste në çdo qendër votimi, zgjerimi i antarësisë për zgjedhja më cilësore e drejtuesve vendor dhe ngritja dhe riorganizimi i strukturave të partisë në terren, strukturave tona lokale dhe padyshim strukturave tona në diasporë dhe krijimi i degëve për cilën drejtuesi politik i diasporës Taulani do të flasim më poshtë. Kjo do të bëhet me një punë të detajuar të Asamblesë Kombëtare. Të gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare do të shpërndahen në përgjithë organizatat socialiste nga periudha në vazhdim nga sot deri në 12 qershor kur kemi edhe festën e 35 vjetore të partisë. Do ndjekim detyrat do të jenë ndjekja dhe raportimi i proceseve zgjedhor në çdo organizat nëpërmjet sistemit ton tashmë të konsoliduar online digital të Partisë Socialiste.